sepse do shifen edhe OSHE-ja pse ka ikë dritën. Nëse dele provuar që një person ka ikë dritën, një person tjetër i ka thënë, këta kanë bërë, atëherë këtu nuk kemi të bëjmë me një vrasje të thjeshtë, po kemi vrasje në kuadër të një grupi strukturuar kriminal ku janë ndarje të rolet, ku del qartë që kemi një ndarje e rolesh. Domethënë, sepse vepra vrasje thjesht është e thjeshtë, shko bën atentatin dhe ikën. Kurse nëse kemi vepra mas vepra penale, sepse edhe ndërprerja dritave nga OSHE-ja, po e marrim teorikisht, është vepër penale se ti s'mund t'ia preshësh dritat për ose personi që njofton. Jo, unë e kisha më shumë konstatimin tek pse nuk ndërhyn që në fillim prokuria e posaçme, pasi ne shohim që aty janë 3 persona që marrin pjesë. Po logjikisht kanë qenë më shumë sepse personat kanë djegur makinën, dikush atje i ka pritur me një makinë tjetër. Edhe lëvizjet që ka ikur se nuk kanë ikur në komata. Kështu që kjo është në një mënyrë pse humbet kohë. Jo, më koha nuk është kryesorja ka të jenë veprime dinamik, se edhe po e mori spaku, ç'a do bëj? Njëtat veprime procedurale të bën. Kryesorja ka tek vrasjet janë momentet e para procedurale janë shumë të rëndësishme. Fiksimi i vendit ngjarjes, fiksimi i provave, sepse ajo mbrapa është analizë. Pra i mbledh gjithë provat edhe pamjet filmike që në rastin konkret janë shumë të rëndësishme. Sepse pamjet po ajo mënyra që ndërhyret pas ngjarjes aty të një personi që thyen xhamin me levë. Kemi të bëjmë me prishje provash? Këtu nuk kemi prishje prova sepse këtu kemi në ashtu quajtur mbrojtje nevojshme. Pra ti thyen xhamin, prishje në ngjarjen thojza, për mi shpëtu jetën dhe fatikisht njëri shpëtohet jetën, edhe është pikërisht shoferi. Pra, është në rastet e emergjencës. Në kuptimin që ti mund të thysh është duke u djeg një shtëpi ti thyt derën dhe nxjerr njerëzit të jashtë do marrësh përgjegjësi penale. Ajo është diçka humane, njerëzore, pra që të shpëtoj. Pavarësisht se intensiteti i plumave i predhave të qitura nga armat e zjarrit ka qenë shumë i lartë. Po të kemi parasysh vala e parë dhe vala e dytë, pra të kemi 2 episode, i dyti ka qenë më i saktë, ka qenë distanca më e shkurtër dhe viktimat kanë qenë thuajse të neutralizuara. Faleminderit Karanja, shpjegim shumë dinamik edhe i rëndësishëm. Xhev, të bëj një pyetje. Me këtë që ndodhi, sepse pretenduam, kemi bërë analizë që me skajsi si nuk goditën disa nga grupet më aktive kriminale në vend. Dhe u duk sikur në një farë forme u ndërprej një cikël i këtyre grupeve, po çfarë na tregon kjo tani, kjo që ndodhi? Tregon një aleancë, grupesh kriminale aktive, rifuqizim të tyre? Vërteta është që grupet kriminale janë po aty, domethënë aq të fortë, aq të rëndësishëm dhe kanë edhe ndikim në këto zona të caktuara. Kështu që vërtet është që janë nga qarkullimi, po them, për shkak të hetimeve të prokurisë së posaçme, kanë dalë, po them, disa personazhe të cilët janë përfolur për ngjarje të ndryshme kriminale, po them në këtë rast Durim Bami, apo edhe personazhe të tjera të cilët janë evidentuar që kanë marrë pjesë në ngjarje të ndryshme kriminale. Por kjo ngjarje tregon që grupet kriminale të tjera të cilat nuk janë goditur nga prokuria e krimeve të rënda janë po aq aktive dhe vazhdojnë aktivitetin e tyre kriminal po njësoj. Kjo ngjarje tregoi që e vazhdojnë edhe dhunshëm nëse do, dukshëm për t'i parë gjithë në një vend siç është aeroporti Rinasit, porta kryesore nga ku hyhet në Shqipëri, që policia nuk e ka nën kontroll këtë zonë, kështu që grupet kriminale janë po aty. Unë nuk mendoj që ndoshta mund të janë stepur nga aksionet e ndryshme të prokurisë së posaçme, kanë frenuar një periudhë të caktuar kohe, por në momentin që i preken interesat dhe shohin kundërshtarin e tyre vulnerabël, të dukshëm, të pambrojtur, ato janë gatshëm të ndërhyjnë dhe siç e bëm, e pam që e bën dhunshëm, dukshëm mes ditës në vendin më të sigurt në Shqipëri, pretenduar që është më i sigurt, se kjo ngjarje na tregoi që nuk është i sigurt. Ka formë që mund parandalohet kjo që ndodhi? Po mendoj që mund parandalohet me një politikë të caktuar, që mos krijohet ideja sikur se kjo është krijuar binda ideja që policia është pjesë e gjithë gjës. Domethënë ti sado t'i godasësh, grupet kriminale janë po aty. Dhe është krijuar dhe ideja dhe bindja që policia është në ndihmë të njërit grup kriminal apo të një grupi tjetër, dhe sigurisht që në këtë moment krimi merr revansh, por në të njëjtën kohë krimi bëhet edhe më i dhunshëm kur ka iden sikur
policia apo prokuroria apo një institucion tjetër është duke ndihmuar një grup të caktuar kriminal. Grupi tjetër bëhet akoma më i dhunshëm. Kështu që kjo gjëja kam përshtypjen që ndalohet vetëm një politikë të caktuar që duhet vi, kam përshtypjen, nga organet vendimmarrëse politike. Në këtë rast Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit, po them Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, të cilat duhet bëjnë një strategji të re kundër krimit të organizuar në Shqipëri, pasi s'ka ICC, ngjarja e sotme, por edhe ngjarje të tjera kriminale na kanë treguar që krimi organizuar ka prekur nivele shumë të rëndësishme të policisë së shtetit, por edhe të prokurorisë, edhe të gjykatës, pasi s'ka ICC na ka treguar që imun ndaj krimit organizuar, ndaj dikimit të krimit organizuar, nuk janë as prokuroria dhe as policia dhe as gjykata, kështu që duhet një strategji e re, pasi hetimet e prokurorisë së posaçme na nxorën në pa, ndoshta këto fenomene kanë qenë aty ande, por hetimet e prokurorisë së posaçme ndoshta i kanë nxjerrë në pa dhe ne po na bëjnë kaq shumë përshtypje tani. Duhet strategji e re politike kundër krimit organizuar për të bërë të mundur largimin e tyre kryesisht nga policia e shtetit. Faleminderit Xhev, faleminderit Karanja. Unë përpara se të kalojmë tek çështja tjetër për të diskutuar për 21 janarin, sigurisht do doja ta jepja një mesazh. Kush e vrau Gilmando Danin? Kush janë grupet e interesuara dhe a pati aleanca të grupeve më të forta aktive në vendin ton për të eliminuar krahun e djathtë të Emiliano Shullazit? Këto janë pyetje të cilat ngjallin një kureshtje publike, ngjallin një lloj interesi të audiencës, por thelbi nuk është ky. Ne nuk na intereson tipikisht se kush janë emrat. Nuk na intereson emrat. Ne na intereson parandalimi i këtyre ngjarjeve kriminale. Një ngjarje që ndodh në zonën me sigurinë më të lartë në vendin ton, aeroporti i Rinasit, ku qëndrojnë disa nga institucionet më të rëndësishme ligjzbatuese të vendit ton, duke nisur me policinë e duke vijuar me struktura të tjera, qëndrojnë grupe të gatshme, aktive për të luftuar krimin e organizuar e të tjera raste. Por rasti i dieshëm, atentati me 4 atentator, ku është qelluar me 3 kallazh dhe një tjetër zbreti i qetë dhe shkon në xhamin e makinës, në rrethotullimin ku në asnjë moment nuk pushon lëvizja e makinave, tregon qartazi që ky grup kriminal apo kjo aleancë kriminale është e qetë në veprimet, le të themi, që ka kryer. E ka studiuar mirë zonën dhe ka dalë shumë hapa para organeve ligjzbatuese të vendit ton. Shënjestra mund të ishte kushdo dhe kjo tregon dhe njerë qartazi që rendi dhe siguria publike në vendin ton është në një moment kritik ku do duhet të ketë politika vendimarrëse nga qeveria, kuvendi dhe tjera me radhë për një ristrukturim të përgjithshëm të policisë së shtetit dhe ndoshta të organeve të tjera që të vim në një tjetër nivel. Hetimi dhe goditje ndaj grupeve kriminale të cilat me sa duket nuk u shkatruan nga SkyCC, nuk u shkatruan nga SPAK, por vijojnë të jenë ende aktive, vijojnë të kenë një kontroll territori të frikshëm, vijojnë të kenë njerëz brenda strukturave të policisë e të tjera me radhë, ashtu siç është dëshmuar dhe nga përgjimet e SkyCC dhe prodhimi në fund është ky. Vrasje në mes të ditës në zonën me sigurinë më të lartë në vend. Shpresojmë të jetë e fundit, por gjasat tregojnë që atentate të tilla mafioze me këtë natyrë, ku gjendet vetëm automjeti i djegur me armët brenda, nuk i gjen kurrë autorët. Dhe me sa duket vështirësia do jetë e njëjtë. Mirë, ne ndalemi tek 21 janari, dëgjojmë se çfarë ka deklaruar Berisha pas fletirjes për të paraqitur ditën e premte dhe për të dëshmuar. Unë nuk kam marrë asnjë fletthirrje, prit një minutë, për faktin e thjesht se Alfred Gresa ja u jep para se të ma dërgoj mua, ja u çon gazetarëve. Dhe kjo nuk është një, po unë nuk kam asnjë problem, sepse unë, po pa diskutuar, unë jam njeriu që kam kërkuar më shumë se kushdo tjetër hetimin e atyre ngjarjeve tragjike, kam kërkuar prokuror ndërkombëtar për hetimin e tyre, dhe nga viti 2013 gjerë sot,
që prokurorin e ka në dorë Edi Rama është vetëm ai që ka pengur hetimin. Ai dhe vetëm ai. Sali Berisha ka kërkuar prokuror ndërkombëtar, ka kërkuar hetim, ka fatmirësisht deklaratat e qeverisë Shteteve të Bashkuara, ku zoti Steinberg erdhi këtu që ishte Assistant Secretary of State dhe zoti Thomas Countryman që kërkuan hetimin nga polici tek organizatori. Organizator janë me dokumenta se kush është. Pra, unë shkoj, edhe e kam thënë dhe ashtu, leqi shkoj në çdo thirrje, se kjo është normale, por jam thellësisht i hetuar, të hetohet e plot kjo ngjarje. Mirë, pra ky ishte deklarimi që dha kreu Partisë Demokratike Sali Berisha për balë gazetarëve, i cili pretendoi që një fletëthirrje nuk ka shkuar, ndërkohë të lutem në mund të nxjerrim regjia fletëthirrje nëse e kemi. Dhe bëhet fjalë për një dëshmi që i kërkohet tashmë Sali Berishës ditë e premte nga prokuroria e posaçme SPAK për sa i përket hetimit të 21 janarit. Kjo është edhe shkresa, ku thuhet për prokurori Alfred Sheu ka kërkuar për nevojat e hetimit, thot, me urdhrin e datës 3 nëntor 2025 për thirrjen e shtetësisë të shurdhëruar thirrja e Sali Berishës, si person, me qëllim pyetjen e tij në cilësinë e personit që tregon rrethana të dobishme për hetimin në lidhje me procedimin penal numër 138 të 2024, konkretisht për 21 janari. Kjo është çështja. Tani, çfarë mund të dëshmoj Berisha aty, Karanja? Dhe për audiencën e ritheksojmë që ju jeni hetuesi i dosjes, prokurori i çështjes, për të qenë korrekt, prokurori i çështjes, së 21 janarit, kur ndodhi, për 20 ditë në atë kohë, përpara se çështja nga prokuroria e përgjithshme të pushohej. Tani Berisha çfarë mund të dëshmoj për 21 janarin? Tani duhet kemi parasysh diçka. Domethënë që është më shumë vlerë që duhet të jemi të saktë me publikun, se janë të njëjtat persona, të njëjtat subjekte që do t'i përsërisim dhe të tjerë i përsërisim. Duhet kemi parasysh që çështja e 21 janarit nuk janë hetuar zyrtarët e lartë. Dhe ky fakt është konstatuar nga gjykata e Strasburgut. Gjykata e Strasburgut thotë duhet të hetohen, pra gjykata nuk thotë që përfaqësi ose pafaqësi, duhet të hetohen, kanë lidhje me ngjarjen apo nuk kanë lidhje me ngjarjen. Tani në thelb dhe ndukje është diçka për ngjarje pyetesh mas 15 vjetësh. Si të pyesim ne dëshmitar për shkakun ne heroj aty mas 15 vjetësh. Ka i gjë që shkon. Pra nuk është ushtruar në kohë ndjekja penale. Duke qenë se është lënë si detyrë nga gjykata, u pyet Lul Basha, i pari, është lënë si detyrë nga gjykata se ata kanë qenë zyrtarë të lartë, i dyti është Sali Berisha. Çfarë konstatoi te fletëthirrja? Ndukje. Është regjistruar procedimi penal për nenin 79D, që është vrasje kundër 2 ose më shumë personave, dhe E. E-ja është e rrezikshme për jetën e shumë personave. Dhe siç është dhe në rastin konkret, pra dhe rastin konkret që të ishim në pjesën e parë të emisionit, D-ja kjo është, pra domethënë kur vret 2 ose më shumë persona, është grëma D. E-ja është për rastin kur është e rrezikshme për jetën e shumë personave. Pra janë personat e tjerë që cilët i është regjistruar emri. Që i është regjistruar çështja, se çështja dhe emri duhet janë dy gjëra ndryshme. Se mund të regjistrohet çështja pastaj emri mbrapa. Çështya ka një kolon të veçantë të regjistrit njoftimeve të veprave penale, që kur regjistrohet emri i personit, prokurori merr një urdhër, pra vendos që duhet të regjistrohet emri dhe merr një vendim që regjistrohet aty që nga këto prova dhëna është person në hetim filani. Ka një ndryshim shumë madh kur je në person në hetim, se tek kjo kolona që regjistrohet emri i personit, fillojnë afatet hetimore, të cilët janë shumë të rëndësishme për çështjen. Tani, kjo nenin e parë e qartësuam. Kemi nenin e dytë që është regjistruar shpërdorimi i detyrës. Shpërdorimi i detyrës bëhet fjalë për vitin 2011. Neni 248 parashikon dënim deri në 7 vjet burgim. Dhe afati i parashkrimit ose koha që organi procedues duhet të shtojë djegje penale është 10 vjet. Edhe për nenin 301 për zhdukjen e provave, se ky është kryerja e veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Mendoj që prokuroria SPAK-ut ka bërë shumë mirë që i ka regjistruar për këtë çështje. Çështja e 21 janarit është një çështje që është diskutuar shumë politikisht.
populli shqiptar, pavarësisht se vepra është parashkruar, duhet marrë vesh që ka ndodhur kjo gjëra. Pra dhe një person që ka shpërdoruar detyrën duhet dalë, pavarësisht se smerret i pandetur, pse jo mund të shërbejë si bazë për një hetim pasuror nesër. Kur themi parashkrimin e veprës, për t'ia shpjeguar audiencës, do të thotë që nëse ngjarja ka ndodhur në 2011 dhe dënimi ka qenë 7 vite, do të thotë që ai person dhe nëse hetohet çështja nuk dënohet më, nuk hyn në burg. Ja, tash sqaroj. Prokuroria mbas në 34 të kodit procedurës penale merr një akt që quhet akt për njoftimin e akuzës. Është akt. Pra ky akt ka shumë i rëndësishëm sepse është momenti procedurial ku ushtrohet ndjekja penale dhe ky është atributi prokurorit. Në rast se prokurori ngren akuzë brenda afatit 10 vjeçar dhe i bi për shembull ngjarja ka ndodhur me 21 janar 2011, afati 10 vjeçar i bitën 2021. Pra për 10 vjet. Ngrihet akuzë, mund të çohet çështja në gjyq. Edhe rasti se po i themi nuk ka lidhje, rasti i Belinda Ballukut që u ngrit për netin 258 bëhet fjalë për një muaj që të parashkruajë vepra penale, sepse duhet akt zyrtar i prokurorit, jo nënhetim. Nënhetim ti ka emrin tek regjistri i njoftimit, por praktikisht njoftimi i akuzës kur personi vjen fizikisht dhe në shumë, që mora vesh unë njoftova për këto. Dhe këto akuza, 248 dhe 301 kanë kaluar 15 vjet dhe këto të dyja janë parashkruar. Por unë thash, është bërë shumë mirë që është regjistruar, që populli shqiptar nëse ka veprime që zhdukur, që janë bërë pengesë për zbulimin e vërtetës, ka shumë rëndësi, është ngjarje e rëndë, kupton? Dhe duhet ditë që ka ndodhur ky episod. Zoti Karanja, po nëse vërtetohet, atëherë akuzat ishin trethat ju? Akuzat nga fletëthirrja. Edhe një herë fletëthirrjen të lutem ta lexojmë edhe një herë në ekran të madh regjia, nëse e keni në ekran të madh të lutem 79 dhe ë. Atëherë, për veprat vrasje në rrethana të tjera cilësuese, kryer në bashkëpunim kundër 2 ose më shumë personave dhe në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, e parashikuar. Dakord jam me zotin Karanja, po nëse prokuroria vërteton që në këtë rast kemi të bëjmë me vrasje, po them, akuzën e parë. Vrasja nuk është parashkuar, po them për 2 veprat e tjera. Përse se fola për vrasjen po është nën hetim. Pra po hetohet fakti. Pra po hetohet për gjendet provat për të shkuar tek autorët. Po mirë, Berisha dhe Basha në këtë histori, a munden që në një moment po supozojmë të ngrihet akuza për vrasjen rrethana? E çmon prokurori. Pra është e mundshme një vendim. Po gjithmonë mbi bazën e provave. Hipotetike bazë provave. Pavarësisht se kam qenë prokurori që 20 ditë mund të bëj kuptimin që të them duhet marrë është prokurori që e çmon. Pra i merr gjithë provat, gjithë dhënat. Ka e çmon, sepse nesër çështja do shkojnë në gjyq, se edhe me u ngrit akuzë do shkojnë në gjyq, me çfarë do ta provosh. Duhet të sqarojmë të një gjë për publikun, se ti besoj i ke ndjekur seancën, ndoshta njerëzit mendojnë që është të hapur hetimi për të gjitha vrasjet që kanë ndodhur për çështjen e 20 janarit. Po kam përshtypjen që në këtë rast jemi vetëm për vrasjen Alex Nikës, në mos gaboj, duhet të jemi qartë për publikun se ndoshta historia e vrasjes Po mirë, nuk grumbullohen këto përveç se është bërë ky depozitimi këtyre provave. Është bërë hetimi për vrasjen, po them ndoshta mund të jetë edhe Hekuran Dedës në këtë rast. Hekuran Dedës është pa autor. Pa autor, po. Janë 2. Është pa autor. Kam përshtypjen se historia për vrasjet e tjera ka mbaruar dhe janë dënuar persona për ato 2 vrasje. Kjo është vetëm rasti i Alex Nikës. Duhet të jemi qartë me publikun, se ndoshta publiku mendon që po hetohen të 4 vrasjet që kanë ndodhur në Atëherë që ta sqarojmë me që hapi Xhameri me drejtë hapi se duhen sqaruar gjërat. Kjo çështje është ndjekur në Strasburg nga familjarët e Alex Nikës, nga xhaxha i tij dhe nga Nusi, dhe nga bashkëshortja. Dhe gjykata e Strasburgut është bërë në lëvizje mbi ankesën e familjarëve të Alex Nikës dhe vetëm për shkak të këtyre veprimeve të ligjshme procedurale, që janë legale, fakte që janë konstatuar nga Strasburgu dhe nga gjykata e lartë, çdo çështje është në hetim. Dhe siç po diskutohen edhe më para për disa persona, kjo çështje quhet mbyllur nga 2 akrat politik. Pra e kanë qytë mbyllur këtë çështje, okay? Pra e kanë pas menjen e fjetme që kjo është mbyllur, por nuk e ka prit menjen që do jetë një interesi familjar, interesi i familjarëve që kanë qenë me insistim deri në fund për zbardhjen e kësaj ngjarje dhe domethënë kanë ngelë të surprizuar si ka mundësi, por tash familjarët e ndjekin, viktima në procesi penal ka drejtat e veta, do të ndjeki drejtën e tij deri në fund. Kjo çështje kam përshtypjen zoti Karanja ka qenë në një farë mënyrë edhe për drejtësinë këtu te ne
e mbyllur. Po e mbyllur, pra. Sepse edhe prokuroria e posaçme nuk ka pranuar që të regjistrojë kallëzimin e bërë nga familjarët fillimisht. Po. Më pas kanë qenë familjarët të cilët kanë bërë ankim për vendimin e prokurorisë së posaçme në gjykatën e lartë, dhe është vendimi detyrues i gjykatës së lartë që i thot prokurorisë së posaçme që ti duhet ta hetosh këtë çështje. Se së spaku vetë e refuzoi. Po se shpalli mos kompetencë dhe e dërgoi tek prokuroria e Tiranës, se ka refuzuar.